Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela dhe hajdeni të fillojmë një ditë të re në jetën time. Hello everyone. Finally na ka dalë dielli, se kemi kaluar një javë shumë të keqe. Puna është jam e bindur që duhet të bëj ndrimin e dollapit edhe nuk jam përgatitur psikologjikisht, as mendërisht fare për këtë procedurë, fare. Si çdo vit do desha idealisht të paguaj dikë, të vit më bëj. Do jetë edhe puna më profesionale dhe do surprizojmë unë në fund kur të shoh rezultatin, do bëj wow, sa bukur. Nuk ekziston asnjëri i tillë, kështu që prap vetë e bëj. Do e shtyj edhe këtë vit sa të mundem si muhabet, edhe pse është mesi majt, drejt që ta haj sa mund ta shtysh akoma me palltot, se kam palltot. Por nesër, si problem po ja le Angelës në të ardhmen ta mendoj, sepse Angela e tanishme po shkon të pi një kafe, të më hapen syt, është edhe vonë. Kla, kemi të marrë makinën time sot. Unë kisha haruar. Marrë më vonë bas dite. Aty diçka po bëhet te qendra jon, marathonas me biçikleta apo me vrap. Sagranita po lemoni. Erdhi pranvera edhe po mundojnë të bëjmë këtu te komuna jon gjëra. Çdo weekend nuk e di si ka mundësi. Normalisht komuna jon është një vend i mbaruar, është një vend për pleq kryesisht. Edhe habitem kur shoh që bëjmë gjëra kështu. Por kuptova që të gjithë në këtë jetë të njëjtat probleme kam, sepse dje njofa një gocë që është nga Roma, jeton në Rom. E po i thosh unë si është të jetosh në Rom, sepse për trurin tim të jetosh në Rom është diçka shumë e bukur. Jo, nuk është bukur sepse unë nuk jetoj në qendër të Romës, jetoj jashtë qendrës, edhe atje nuk ka asgjë për ne të rinj. Thoshte ka çdo gjë, supermarket, farmaci, kafe, furbuke, po realisht tha për ne të rinj ka asgjë që neve të bëjmë. Edhe thash, kemi të gjithë të njëjtën jetë, kemi të gjithë të njëjtat probleme. Si ka mundësi që ajo jeton në Romë të më thotë që ka të njëjtat probleme me mua? Jam bërë pis, ka ngra një pasta. Me thënë jo makarona, pasta te zona jon quajnë edhe brioshin, cornetto. Ka shumë emra, croissant tu në Itali. Çdo zonë e thot në emrin e vet. Dje ishte finalja e Eurovisionit. Nuk vajti shumë mirë për neve. U mërzita nga njëra anë se mua më pëlqen kënga, po nga ana tjetër e kuptoj pse rezultati është ai që është, sepse duhet ta kesh përjetuar si shtet atë si emocion, që ta rish ta kuptosh këngën, edhe të prek thellë. Nëse ka shumë muzikë këtu, nuk e di po mundem të rit të hap muhabet Eurovisioni. Por do kemi një bangarangara summer që po na pret. Çfarë ishte kë pret? Nuk kam bërë play ka qërë. Bangaranga it is, not bad, Lajdi thot por duhet ta fitonim ne, po si ju thash, është një këngë që prek emigrantët e njerëzit që e kanë përjetuar këtë si emocion. Duhet ta fitonim ne se ishte i vetmi tekst që kishte kuptim në të gjithë Eurovision, për mendimin tim. Pastaj duhet të them, unë i dërgova 5 vota, po ku ishin votat e shqiptarëve, se fatikisht kishte shumë pak vota nga publiku. Vitin e kaluar kodra elektronike mori më shumë vota nga publiku. Unë vazhdoj edhe jam e mendimit që kënga ishte shumë e bukur për ne shqiptar. Eurovisioni historikisht njihet për një kontest që nuk i intereson të ketë kuptim kënga, duan këngë që janë në më thua skandale dhe këngë që janë më nuk është rasti jon. Unë nuk kuptoj në të gjitha këto vite si ka mundësi që nuk kemi dërguar diçka më. Se kemi këngë të bukura. Kemi këngë shumë të bukura në përgjithësi që bëjnë hite, Tajna, Elvana. Pero gjithmonë ndihem që në Eurovision dërgojmë këngë që nuk janë aq shumë sa do mund të ishin. Do mund të ishin më shumë. Mua më pëlqevi më shumë nga të gjitha Franca për shembull, ishte preferuara ime. Nuk e di çfarë thoshte teksti, por edhe duke mos e ditur më prekte si këngë. Kipros, si ju kisha thënë ka këngë të bukur, Zeri i Adigonit që këndovi këngën e Kipros, nuk e di ku vajti, Left the Chat, këndovi realisht shumë keq. Për Bangarangara jam dakord të jetë para, ishte këngë shumë fiksuese në TikTok e dëgjova pafund herë. Për një gjë jam e bindur në këtë jetë që Izraeli nuk duhet të ishte në vendin e dytë, sepse Izraeli nuk duhet të ishte në përgjithësi. Izraeli nuk ka kuptim të jetë në Eurovision akoma sot. Nga momenti që kemi hequr Rusin nga ky kontesti, do duhet të kishim hequr edhe Izraeli. Por kjo është jeta, njerëz. Jeta nuk është e drejtë. Jeta është në përgjithësi me të futur. Peshku i madh han peshkun e vogël. Izraeli është një peshkallçen, nuk është thjesht një peshk i madh. E prandaj bën çfarë të doj. Edhe ne marrim i themi, po, mirë se erdhe në Eurovision, futu brenda. Plus sponsori general i Eurovisionit është Marocan Oil, që imagjinoni pak. Ja u kam thënë vjet më duket këto. Marocan Oil është izraeliane. Edhe imagjinoni pak kush nuk do marr lek për këtë videon që po bën, sepse është kundra atyre. That would be me. Sepse si u thash, jeta nuk është e drejtë. Edhe thon që kemi demokraci, mund të kemi lirinë të followers. Por sapo të thosh diçka në YouTube, në TikTok, në Instagram që nuk i pëlqen algoritmi,
ritmit. Aha! Po mirë, kam një pyetje për ty. Vitin e kaluar, pse Greqia prezantovi një këngë që kishte të bante me një rast që kishte ndodhur në Greqi, edhe shumë njerëz e pëlqyen. Burr, e kuptoj që të ka ngelur shumë keq që nuk morë më shumë vota, e kuptoj, por nuk kam përgjigje, nuk i kam, nuk e di pse. Janë edhe racista njerëz se kanë votu këngë pa lidhje shtetet e tjera. Nuk po them për atë të Bullgarisë, se ajo Bullgarisë ishte okay, se kur nuk merr 12 pika Franca që ishte top kënga, ishte vërtet e bukur, ose kur nuk merr 12 pikë edhe Polonia që kishte super za e të gjithë. Po marrin, ku e di un këngë, nuk do i kujtoj asnjëri ato këngë. Dhe ta dini që të gjitha këto është hera e dytë që po i themi, sepse herën e parë nuk isha bërë play te kamerë. Do shkojmë të blej atlete të reja. Vërtet. Unë mendova se po shkonim për kafe. Mendimet e tuaja me realitetin kanë një distancë mjaft të madhe. Këtu te qendra tregtare kanë bërë edhe një ekspozit me artin e Banski, do me thënë kanë printimet edhe sqarimet edhe shumë e bukur të kalosh edhe të lexosh për çfarë ka bërë çdo pjesë. Është një street artist edhe nuk e dim akoma sot kush është. E njohëm thjesht si Banski, por kush është, si duket, si e ka emrin, si ngjan, nuk e kemi idem fare. Bën gjëra të tilla. Mua më pëlqen shumë ky artisti. Është bërë i famshëm për grafitit satirike dhe politike që bën. Arti vetëm i famshëm është ajo e një gocë që po ikën nga dora një tullumbac me një zemër të kuqe. E biles një version i këtij grafitit u shit në një ankant e në momentin që u blete ankanti kishte korniza një mekanizëm, nuk e di çfarë lloji, që po dilte fotografia nga poshtë dhe po griseshe. U shkatrua domethënë arti vet në momentin që u ble. Edhe kjo gjë e bëri akoma më të famshëm atë grafitin, si mundeni të kuptoni. Plus ka bërë shumë nga këto grafitit në vende ku ka luftë ose në vende që ka ndodhur fatkeqësi të mëdha natyrore dhe shumë nga artet e tij janë shpërngulur nga vendet ku ndodheshin e janë shitur për miliona e miliona, ndërkohë që ai e ka bërë falas që të jenë gjëra publike, që t'i shohën të gjithë, që të jenë aty për të gjithë. Nuk e di po e kuptoni, por e vlerësoj realisht shumë si artist, si njeri, si human being. Më pëlqejnë njerëzit që janë revolucionar, njerëzit që futen te pjesa e rezistencës. E diku këtu tani duhet të hyj kënga O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, artigiano, portami via, sepse këto këngë luajnë në kokën time kur shoh grafitet e atit ose punën e shumë njerëzve që janë në këtë kategori. Kjo është të shkoj lart. Lesi, bangaranga. E dini çfarë? Do e filloj holin tim, sepse blevëm 1 2 3 pak gjëra, por do e filloj me diçka që më ka arritur në shtëpi, edhe po prisja t'ju tregoj, më duket që ja u thash edhe një herë tjetër që të shihin mund të gjeni edhe brende të ndryshme. Veshje, këpucë, make-up, skincare. Kështu që më kanë dërguar 2 gjëra, edhe hajdeni të bëjmë unboxing bashkë. Unë edhe fiksimim. Nuk e di sa kuti të këtilla kam tashme. Taran, nuk duket asgjë. Kësaj radhe mora diçka pak më neutral, sepse herën e kaluar i mora roz me të kuqe. Një ngjyrë besh shkon me të gjitha me të zezë. Është ky model këtu. Si ju thash edhe herën e parë, vin me të gjitha etiketat që duhet të ketë. Opa, o luse, po do të vras po marr ndejte nga mbrapa. E dini që kam bler disa palë të tilla me lekët e mia, sepse këto mi kanë dërguar si ju thash. Kështu që i kam kontrolluar me ato të mia që kam bler, edhe këto që më kanë arritur, janë një lloj, kanë të njëjtat gjëra. Brenda është gjitha sola me logon. Te kjo pjesa kemi numrin e gjitha detajet e tjera. Kështu duket nga poshtë. Mendoj që do më shkonte edhe sot me outfitin. Dhe i mora edhe Klajdit këtë bluzën. Përsëri e shikoni paketimin. Mora këtë felpën nga Nike, të zezë, të thjesht me logon këtu të bardhë, të qepur, sepse ajo që ka bërë cop, duke qenë që e vesh pafund e ka bërë me vajra, ja kam lyer, edhe është bërë edhe logoja e zezë bashkë me bluzën ashtu si ja lyeva që mundova, dhe si ta shpëtoj atë felpën, por nuk kam shpëtim, kështu që i mora këtë, taket të re ta gëzoj, dhe ja u le poshtë description box të gjitha, po më kanë dhënë edhe kod me ulje, të gjitha të gjeni aty. Te qendra tregtare, kaluam nga Nespresso, ja morëm coffee, of course. E kur dolëm ka qendra tregtare, ka Decathlon, që është një dyqan me gjëra për atletët, si puna ime, që jam atlete e famshme, tashme. E thash, e di çfarë, kam shumë kohë që e them, e nuk e bëj. Fjalët nuk janë asgjë. Veprat janë ato të rëndësishme, ato që realisht sjellën ndryshimin. E thash Klajdit, hajde ikëm në Decathlon. E vajta në Decathlon, që të marrë më në fund peshqir, të cilën dhe kem në palestër, të filloj të lajm në palestër. Ju thash kam turp, po kam 2 vjet që shkoj në palestër, e duhet ta hiq këtë turpin, të gjithë njerëzit që shkojnë atje mbas palestrës
hajnë, unë pjelem në shtëpi, o bobo. Edhe në fundja, pse të dalë dërsitur në vap, në ftohtë në njërin në tjetër. Kjo vinte me pouchin e vet, edhe është mikrofiber, mora këtë që ishte me hollka e mundshme. Do filloj të laj në palestër ditët që kam të laj vetëm trupin, jo flokët. Se unë ditën që kam të laj flokët, dua 17 orë derisa t'i thaj. Shumë e bukur dukem në këtë moment. Se provova, ta provoj. Bangarangara. Po pastaj, mendova, e thash, çanta që kam për në palestër është shumë e vogël. Unë bashkë me këtë do duhet të marr shampo, shapka, do duhet të marr roba që të ndrojmë të vesh roba të tjera të pastra. Kështu që mora një çantë të madhe. Nga të gjitha opsionet që kishte atje, kjo ishte më e mira, sepse të tjera ato ishin të vogla, që un kam të vogla, dy nuk mundueshin. Ishin gjigante, që ato s'kam që dua. Kështu që shpresova që kjo do jetë një përmas e duhur, e crossing fingers është ashtu. Pastaj Kledi ka marrë këtu një gjë. Vallai ju them që e di çfarë është, nuk e di. Yoga block foam. Burr, që kur bën yoga ti? Gjëra të çuditshme ndodhen brenda në këtë shtëpi. Kjo nuk është vetëm për yoga, kjo është edhe kur të bash stretching, që të bash lëvizje, edhe nuk arrin ti bash, që je bllokuar të ndihmon. Është për pleq. Mund ta përdor edhe kështu. Nuk e shumë. Ta tregoj. Ja, shikoni, mund ta përdorni për me radhë grua. Dhe morëm edhe mbase shumë e panevojshme proteina. Caramel flavor. Ja. Mbase duhet të kishim marrë atë neutrale, ta ve brenda te makaronat, se mua bibi protein nuk më para pëlqej. Mendova që mund ta bëj këtë me pak shumë soje, me një bananë brenda. Nice. Tani mos ka ardhur ta heq këtë se okay, e vesha, e provova shumë bukur, ta fus ta laj, ta kem gati për këtë nismën time të re në jetë. Po. Dhe si përfundim vajtëm pak edhe nga Lidli. Kastraveca, snack për lushkën. E Kledi mori këtë budallallekun që është për kalamaj, supozoj. Jam kurioze ta provoj tani. Kla, ta provoj. Për mua ajo, provoj. Lemion. E shpifur është. Silaç. Mora edhe atletet. Mora atletet ato klasiket. Jam te makinka ime e bukur sepse sot në mëngjes ja sollëm, jo sot në mëngjes, dje në mëngjes, ja sollëm mekanikut që më kishte thënë duhet të rregullonim një dy problemka të tjera, i rregulluam, ato dy problemka të tjera na kushtuan 120 euro. You gotta do what you gotta do. Nuk më pëlqen jeta tani që jam e rritur edhe duhet paguaj për benzinë, që të lajt makina, të rregullohet, vaj, filtra, fare s'më pëlqen kjo situatë. Kisha vënë edhe një lavatrice unë. Çfarë ke more? Mos më thoj që po prishet e lavatriçet se s'do t'jap 120 tjerë. O bësa të madhe e bej që t'jap 120 euro për makinën time fundja. Të shkoj të ble atlete, s'ka problem, bli. Biles po mendoja të ble 2 palë sot, po thosha mbase të ble 2 palë atlete. T'jap për makinën që ka të bëj me jetën time, te hec mira ajo makina mos ketë problema, ti më ndihmsen. Çfarë rob që jam, për zotin, nuk e di po i keni edhe juve. Që t'ju ndihmsen lekët jepni ku e di unë për qeran, për kastet e shtëpisë, për drita. Ne di Eurovisionin, nuk e I pam të dyja semifinalet, po finale nuk e pam sepse ishim të ftuar në një ditëlindje. Goca një kushuriri të largët të Klajdit Beshe 18 vjeç, e na kishim ftuar. Këtu në Itali festoi 18 vjetorin mjaft shumë. Si Sweet 16 në Amerikë. Mbaj mend që për 18 vjetorin tim nuk bëm kush e di çfarë ftova, shokët në shtëpi dhe hëngrëm, nuk e para festojmë kaq shumë në Greqi. Edhe ne si ishim atje dhe ishte shumë emocionuese të shikos si rriten fëmijët, kaq shpejt, si kalojnë vitet, si kalon koha në përgjithësi. Bëri hyrjen goca edhe me babin e vet, edhe kërcyen, edhe ishte shumë gjë e bukur. Dhe në përgjithësi po mendoja se e bukur që është kjo mosha. Kur jemi të vegjël të gjithë me sorpresëm të rritemi, mendoj që kështu ka qenë për të gjithë. Edhe është pikërisht ajo mosha që ti ndihesh i rritur tashme, do marrësh patentën, do marrësh makinën, do shkosh në universitet, do bësh eksperiencat e tua të para të punës, por i ke të gjitha oportunitetet para teje. Është periudha që fillon eksploron çfarë don nga jeta jote, kush je, kush don të bësh, me çfarë të pëlqen të merresh. Je akoma në një moshë që nuk ke ato merakjet e mëdha që vijnë më vonë, për shembull, që rritesh më shumë edhe ke një punë më stabile, më standarde, ke shtëpi, qera, llogari për të paguar, e shumë të tjera. Je akoma në një fazë me prindrit, jeta është më kollaj për ty edhe është më e bukur mendoj. Jo që tani kur rritesh jeta nuk është e bukur është prap, thjesht kalon në një fazë tjetër të jetës. Dhe po mendoja të gjitha këto gjërat bashkë me një event që ndodhi në Greqi këtë javë. Dy goca 17 vjeç u hodhën nga ati 6-7, edhe njëra nga këto gocat i kishte lënë letër prindërve që thoshte më falni për këtë që po bëj, por ndihem që kjo jeta nuk bën më për mua, jam në depresion, vitin tjetër do ja provime që ty në universitet dhe jam e sigurt që nuk do shkruaj mirë në këto provime, kështu që do përfundoj të bëj një punë të thjeshtë si kamarier, edhe jam e sigurt që kjo nuk do më plotësoj dhe nuk do ndihem mirë, kështu që vendosa deri këtu ishte për mua. E mendoj që si ka mundësi një fëmijë 17 vjeç ta shoh botën kështu, kaq të errët. Do duheshe idealisht kjo periudha të ishte
një periudhë shumë e lumtur për fëmijët që me zor presësh. Edhe nuk e di ku gabojmë ne si shoqëri në përgjithësi me këto fëmijë. Mbase japëm më shumë presion se ai që do duheshe. Mbase shohën në rrjetet sociale të jetën ideale, ekziston edhe American Dream. E dini që në Amerikë po të bësh YouTuber, influencer, Instagramer, TikToker, bësh shumë i famshëm edhe fiton shumë lekë, edhe në moshën 20 vjeç mund të kesh prona, makina super luksoze, tu udhëtosh gjithë botën. E në përgjithësi në rrjetet sociale sponsorizohet kjo jeta e luksit. Sepse fundi ajo shet, algoritmi ty të ushqen me atë që ti do të konsumosh. Dhe mbase them fëmijët shohin këto gjërat e thonë unë nuk do ja rikur edhe ideali është ky, edhe po nuk mund ta ri këtë atëherë, do të thënë që nuk do jemi lumtur. Hello. Nuk po them që kjo është e vetmja arsye pse fëmijët mund të arrijnë në këtë pikë, thjesht duke qenë që punoj te ky sektori, mundojmë të kuptoj çfarë do mund të bëj edhe unë ndryshe si njeri, që të sensibilizoj edhe moshat më të reja që më ndjekën. E në përgjithësi, mendoj që mundohem të flas për shumë tematika, të prek pjesë të ndryshme të mendjes të njeriut, të jem sensibile, mundohem të jem reale. Por e dini çfarë kam vënë re, që nuk është gjëja që njerëzit duan të blejnë. Domethënë, shoh creators të tjerë, jo detyrimisht në YouTube, në përgjithësi po flas në rrjetet sociale në Shqipëri, që kanë një sukses shumë të madh në krahasim me atë që kam unë. Edhe e dini çfarë na diferencion, që bën fokus këta creators, edhe nuk po i them që ti gjykoj pse bën keq, nuk po them që bën keq, po bëjnë fokus te ajo që duan të konsumojnë njerëzit, atë që po ju thosha, edhe ajo që njerëzit duan kryesisht, shumica, nuk po them të gjithë tani, është kjo jeta e luksit, është e gjitha të prekën vetëm superfaqen, mos shkojmë në thellësi. Çdo gjë që është pak më e rëndësishme njërin tjetrën ta mundojmë ta mçefëm poshtë tapetit, s'ka problem, rin atje, nuk e shoh unë tani, nuk e kam vizive atë që është poshtë tapetit, kështu që nuk na jep problem. Unë për shembull do desha shumë të kem më shumë mundësi të bëj gjëra më kreative. E kam shprehur shpesh besoj te kanali tem dëshirën time, të bëj gjëra më kreative, por që ti bëj këto gjërat më duhen fonde. E që të vinë fondet duhet të kesh miliona views. Shumë miliona views. Duhet të kesh audiencë shumë të madhe që të vinë edhe sponsora, të paguajnë edhe ti të mundesh të krijosh gjëra të reja. Do desha idealisht për shembull kur vi në Shqipëri të marr një vend me qira që të bëj podcast. Edhe te këto podcastet të pranojnë të vinë njerëz edhe të flasën. Por nuk po flas për podcastet që thrasën vetëm njerëz të famshëm e të na flasën për goship. Nuk po them që kjo është e keqe, përsëri, se nuk dua të duket sikur kjo që po them është të tjerët bëjnë diçka të keqe dhe un kam shumë kualitet edhe jam më e mirë, jam selektiv. Nuk e kam fare fjalën te kjo gjë. Janë shumë të bukura ai podcastet që thresëm njerëz të famshëm. Edhe në këtë pikë do dali një koment që do thotë, "A ti ke porr, ti ke kështu, ti ashtu." Janë shumë të bukura edhe këto podcaste. Po mendoj që nuk mjaftojnë vetëm këto. Mendoj që duhet si shoqëri të bëjmë diçka më tepër, të japim diçka më tepër, të mundohemi të shkojmë pak më shumë te drita, sesa të vazhdojmë të jemi stabile te ato që njohëm. Nga ana tjetër, realiteti është që fondet e sponsorat shkojnë te këta njerëz që nuk e përdorin zarin e tyre për gjërat e rëndësishme, që preferojnë të mçefin gjërat poshtë tapetit. Domethënë, është i gjithë sistemi i ndërtuar i atill që të arrijmë në pikën që jemi sot. Edhe që ta kap që atje ku e fillova gjithë këtë muhabetin, fëmijët janë e ardhmja e shoqërisë tonë, edhe do duhet neve t'i edukojmë. E kur flas neve, as diskutohet që përgjegjësinë më të madhe ka prindri, e pastaj shkolla, sepse fëmia kalon, po e di unë 60% të ditës të vet, 50% në shkollë. Po, shkolla e mësuesja ka detyrime. Nuk po them që do bëhet psikologe mësuesja, por ka detyrim mësuesja të ketë nën kontroll situatën, po shef që diçka nuk shkon mirë me një fëmijë të telefonoj prindrin. Jo, të jetë mësuesja një pjesë e sistemit që edhe ajo bullizon fëmijën, sepse kemi parë edhe raste të këtilla sa të doni shumë. Jemi akoma një vend shumë i egër, ndihem, edhe ajo që më vret më shumë është që ne të rinj nuk mundohemi ta zbusëm këtë egërsinë tonë, por kemi mësuar këtë si sistem edhe vazhdojmë t'ja kalojmë edhe fëmijëve. Por varet nga fëmia në fëmijë, se një fëmijë mund të ketë personalitet që okay, edhe ai do bëhet i egër, edhe do vazhdoj, por ka edhe fëmijë që mbase nuk mund të bëhen ata vetë egër, edhe kjo egërsia i mbyt. Unë për shembull do isha një nga ata. Çfarë të keqe ka të bësh kamarier? Okej, u bëre kamarier. Çfarë të keqe ka? Nuk do të them që je më pak i lumtur, nuk është nevoja të bëhemi të gjithë doktore e avokata. Ti do bësh më të mirën tënde. Nuk përfundove as doktor as avokat. That's fucking fine. Unë për shembull bëj një punë shumë stresuese, që jam gjithkohë në kontakt me njerëzit, gjithkohë në kontakt me lekët, gjithkohë në kontakt me probleme. Ndonjëherë kur kaloj me makinë, e shoh njerëzit që punojnë tokën, ose i takoj njerëzit që shkojnë nëpër këto agriturizma, agriturizma. Më duken njerëzit më të lumtur në botë. Merren me natyrën, janë maqet, edhe them, wow, unë mendoj se kam bajt diçka në jetën
time, po jo. Çdo njeri krijon lumturinë e vet. Ju do thoni, po leku t'jep shumë gjë. Po edhe kjo pjesa që leku sill lumturinë. Jam dakord, të duhen lek. Po unë te trurin për shembull lekun, Klajdi e di, edhe kur flisja me psikologën më thoshte ti je kundra lekut si njerëz. Ka mundësi me gjërat që më thua sikur je kundra lekut. Unë lekun e shoh si diçka që na nevojitet për të marrë më të mirën nga jeta. Do me thënë, po të kisha lek do mund të krijoja, si u thash, idetë e mia më kreative, ti realizoja. Unë e dua të rojtur më njan në bank vetëm për një arsye, sepse mundet nesër pas nesër mua, Klajdit ose familjeve tona ti ndodh diçka e do duhet të kemi lek më njan për të përballuar këtë diçkën që do ndodh. Por nuk e mendoj lekun sikur dua të kem shumë lek ose të ruaj shumë lek që të blej makinë. Të blej makinë të shtrenjtë, por që I don't care at all. Nuk më intereson fare të kem makinë të shtrenjtë. Nuk ka se duhet në jetë të kërkojmë gjithmonë maksimumin e çdo gjës. Nuk ka se në jetë duhet të kemi 7000 palë kpuc. E po ja u thot një njeri sot që u tregovi kpuc. Por si ju kam thënë, mua bën edhe pjesë të punës time këto gjëra, shumë gjëra mi dërgoj. Ja u tregoj, po gjithmonë mundohem me ju them, nuk ka nevojë asnjë njeri për kaq shumë gjëra, sepse realisht nuk e ke nevojë. Për mua lekët janë më mirë të shpenzoj ato pak lek që mund të kemi për një udhëtim, sesa që të blej një çantë të shtrenjtë. Tani po ka mundësi ti bëj të dyja, bëj edhe të dyja vëlla, sepse kush do më ndaloj lekët e mia janë fundja. Puna është që mos bëjmë fokus që lumturinë e sjell as karriera, as shtëpia, as makina, as çantat. Janë momentet që kaloni bashkë. Lumturia vjen nga brenda nesh. Mendoj që neve duhet të zgjedhëm, po duam të kemi një jetë të lumtur apo jo. Është një zgjedhje që ne bëjmë, sepse po don të kesh një jetë të lumtur, çdo ditë ju premtoj të jetës tuaj do gjeni diçka të vogël e cila do ju bëj të lumtur atë ditë. Do thoni, "Ah, kjo gjë më bëri shumë të lumtur sot se bëra këtë", ose pas shoqën time, ose sepse sot bëri analizat mami ime dhe i donën super të mira analizat e gjakut, nuk ka as edhe një problem të vogël. Çdo ditë do gjeni diçka të vogël që do ju lumturoj. Mjafton ta zgjidhni. Tani mund të fillojmë të gatojmë kuskus. Gëzuar. Desha ves. Me çfarë? Me ves. Të bëjmë omlet me djath, me domate. Mirëmëngjes. Sot jam zgjuar, e kam vendosur që nuk mundem të shoh me sytë e ballit te sertarin e dytë. Këtu kam të gjitha rrobat e palestrës. Kishim filluar me një cepk aty, edhe tani është bërë i gjithë sertar, duke qenë që më dërgojnë shumë rroba. Kjo sa shkon në doshtor, kështu që unë duhet të nxjerr disa nga këto gjërat që nuk i vesh të paktën këtu edhe një vit, që të kem mend për gjërat e mia të reja. Prandaj do bëjmë fokus te ky sertari sot. Edhe është edhe shumë rumuj, don't judge me. Në përgjithësi mundohem të mbaj gjërat në rregull, por nuk e shaj kollaj. Sidomos këto, se zgjohem në mëngjes edhe shpejt dua të bëjmë gati edhe ti. Halli është çfarë nuk dua unë nga këto? Kam pafund leggings të zeza, edhe vazhdoj edhe marr të zeza përsëri. Këto duhet të kenë edhe një bluzë. Kjo nuk më duhet, peshqirat i duam. Një gol, pa lidhje. Kjo këtu është shumë e bukur, por kur are që nuk e vesh, nuk e zgjedh asnjëherë. Zgjedh ose të bardhën ose të zezën. U lodha gjatë. Po të zezat zgjedh të mbaj. Hajde edhe do një bluzë të bardhë mbas. Kjo e bukur, ja, po është më qefur te rumuja, nuk e gjen dot te rumuja. Këtë javë vajtëm pam edhe Devil Wears Prada 2-shin, mua shumë më pëlqeu. Bile se fundu mërzita sepse skena e fundit më duk sikur ishte një mbyllje, domethënë nuk do ekzistoj 3 o 4, mos e prisni. Edhe ishte sikur po mbaronte një pjesë e femërisë time, sepse ky si film e ka senjaluar jetën time si fëmijë, si Angela e vogël. Base nga ky film i desha të bëhem edhe stiliste në jetën time. Veshjet e filmi ishin iconic, sepse si ndryshe do mund të ishte. Mua edhe historia më pëlqevi, trama që krijuan. Jo kush e di çfarë, wow, ishte ajo që duhet ishte, sipas meje, sipas mendimit tim gjithmonë. Okej, nxora unë. Si do i fus, kush do jetë radha e kësaj situatës këtu? Gjërat që unë nuk i vesh aq shpesh, do i gjeni te bazari i radhës, shpresoj ta bëjmë, e ti gëzoj dikush tjetër sepse gjunaf janë të rinë edhe kota aty. Mundohem t'i ndaj te setet e tyre. Jo të gjitha kanë sete, por ato që kanë të jenë bashkë me njëra tjetrën. Kam edhe shumë xhaketa, shumë më mirë në krahasim me çfarë ishte. Dhe do kaloj te kjo dritarja e banjës, që është bërë mjaft shumë qelbur sepse kem kaluar një javë plot me shi. E mbani mend javën e kaluar që ju thash që ishte bërë qelbur robori, ballkoni duhet ta pastroja, por nuk e dija kur ta pastroja sepse vazhdonte të frynte. E la shumë na të kaloj në 1-2 ditë, doli dielli, pastrova. Thash dita perfekte që të mbledh. Mbas 2 orëve fillovi përsëri shiu, edhe era, edhe u bë fiks ashtu siç ishte para se të fshi. Shpresoj që mos do dhe njëjta gjë tani me dritaren. Se kemi edhe punë të tjera me të cilat merremi, përveç se të bëjmë po të njëjtat punë tjetër në ditë. Në mëngjes mbas kafes me burim, vajta bëre një xhiro në Tigotan. Do i vënë për vende
këto gjëra që mora. Vajta kryesisht për letra banje. Dhe gjeta të mega konfeksion e aromatizuesin për shpinë Coccolino, për shpinë, për robat, ishte 6,5 € me ulje. Mban erë yll fantastike, të gjitha këto mbajnë erë shumë të mirë. Një deodorantkë, tuku. E dim të gjithë Angela si vije deodoranti nuk ishte nevojë për demonstrim dhe desha të marr një shampo të vogël që ta kem me vete të laj trupin në palestër. Një ditë po lajshe një gocë kur hyra unë te dhoma, ku ndrohemi, ku lëm gjërat, ku njerëzit e tjerë të paktën lajnë e tjera. Dhe mban erë shumë të mirë e gjithë ajo zona. Dole ajo goca i thash, më fal të pyesi, çfarë po përdorje në tu, sepse po mban erë shumë të mirë i gjithë vendi. Unë mendova që kishte diçka për flokët, po përdorte, po më tha jo, shampoja e trupit, është kjo shampoja këtu që është scrub, shampo me scrub nga Palmolive. Unë kam pa e përdorur, marr Palmolive, nuk e dihet sa vite. Edhe nuk do më shkonte edhe ndonjëherë mendja ta kërkoje, ta kontrolloje dhe të mbaj erë. Prandaj sot vajta edhe po kërkoja po sa fat këtë ja bëra edhe fotografi. Ta kem në telefon që mos e harroj. That's all. Dhe t'ikëm në supermarket idealisht. Sa është orë? 11 ca, supozet që Klajdi tani ku afër kthehet, ta marr telefon ta pyes. O burr, po kthehesh? Nuk po kthehet. Shkoj vet në supermarket të marr një dy gjëra të vogla. Ai kut dudhat. Po kërkoja ndërkohë edhe për concealer. Nuk e di se sa duket. Desha të marr një concealer të Essence që ka dalë i ri. E paragonovi Jeffree Star me atë të markës Hourglass edhe tha që ajo Essence është më e mirë. Që Hourglass për ju që nuk e dini mund të kushtoj concealeri 30-40 €, Essence kushton 3, 5, 7, 8 €. Edhe kishte si concealer, po kishte ngjyra shumë të errta, edhe një që ishte super e bardhë. Kështu që më erdhi keq se nuk mund ta mirja, po pastaj po kërkoja të tjera edhe provova një të Rimmelit. Desha një concealer të lirë sepse kam te Estée Lauderit akoma që po përdor, po desha një më të lirë për përditshmëri. Vajta te standi Rimmel që ka produkte të lira, edhe provova një concealer ishte tepër shumë e rëndë. Është akoma në dorën time dhe shoh që është futur në të gjitha vizat e lëkurës, shumë jo e mirë, ose për gustot e mia jo e mirë. Si përfundim vajta edhe në supermarket, por edhe Beloja këtu u kthe në shtëpaj. Desha 5 € për makarona, po s'kishte 5 €, kështu që mora fiksimin tim pas 5 € që është cacio e pepe dhe mora edhe pasta freska, tagliolini freski, sepse duhet të dini që pasta freska është më e shëndetshme edhe se sa pasta integrale. Çdo gjë që është e bërë në dorë, handmade, e freskët, është më e shëndetshme nga të gjitha opsionet që janë më industriale. Po përveç këtyre, gjeta në supermarket që thoni sot, këtë gjë që se kisha parë kaq vite, po ekziston vite, tani ka dalë, nuk e di. Kinder me pjeshke marakuja. Kjo është marakuja, ndryshe passion fruit. Ose marr ta provoj. Të kem një ide vëlla, po është e mirë apo jo? Kështu duket brenda, ka një mbushje me marmeladë. Shumë e mirë. Tani do e provoj burimin, do thotë, "E budalliqe që han ti gru me kalamaj." Na shumë e mirë. Budalliqe që han ti për kalamaj. Budalliqe që han ti për kalamaj. Po e dini çfarë bën pastaj? I han. Nuk hangra mëngjes dhe tani buria ime ka arritur në nivele stratosferike. Cin. Një lëkurën time super të tharë, hap pak tu dritaren. Do rivej këtë maskën, sepse realisht shumë më pëlqevi. Dhe këtë javë ndodhi në Modena, unë jetoj shumë afër me Modena. Diçka mjaft e rëndë. Një shumë 31 vjeç, u fut në qendër të Modenas me makinë, që mundesh të futesh me makinë, më duket po të jesh banor i zonës, me shpejtësi shumë të madhe, vajti ka stile e goditi njerëzit që po ecnin në trotuar. Arriti të kap 10 njerëz, disa nga njerëzit, sepse doli edhe video nga një dyqanit që ka aty në qendër që tregon skenën. Disa nga njerëzit u hodhën në ajër nga përplasjat, se ishte realisht shumë e fortë. Janë në spital, 2 nga ata janë në situatë shumë të keqe akoma, biles një grua moshe madhe më duket humbi edhe këmbët e veta nga kjo gjë. Nuk kemi arritur akoma të kuptojmë për çfarë arsye ta bëj. Pastaj e braktisi makinën në mes të rrugës, doli, fillovi po vraponte, arriti e kapi një burr pari, të cilit ai që ngjiste makinën i nxori edhe thikën, por e ndaluan shqyr zotit edhe erdhi policia e futi brenda. Përveç se kjo është një fatkeqësi shumë e madhe, më vjen shumë keq për njerëzit që ishin atje, për familjet e tyre që duhet të kalojnë gjithë këtë periudhën tani nëpër spitale me shëndetin e tyre, sidomos ajo gruaja që humbi e këmbët, është e tmerrshme. Por dolën të rejat edhe gjëja e parë që lexova ishte që një italian kategorie të dytë bëri këtë. Edhe pyeta Klajdin sepse patjetër shumë fjalë akoma në italisht nuk i njoh, çfarë do të thënë italian kategorie të dytë. Më tha Klajdi, nuk jam i sigurt për çfarë ka fjalën, sepse tha nuk ka
diçka që e përdorëm shpesh si shprehje. Më tha supozoj që prindrit i kanë nga një zonë tjetër edhe ai vetë ka lindur këtu edhe i quajnë italian kategorie të dytë. And that makes sense. Edhe unë atë mendova në fillim, po thash ok, prit të pyesën se mbase po gaboj. Kështu që shteti që në fillim bëri fokus te etnia e këtij njeriu, te origjina le të them. E pastaj doli që ky çuni ka lindur këtu në Itali, është rritur këtu në Itali, po prindrit i ka nga Maroko, kështu që origjina e tij është marokene. Dhe mundeni imagjinoj ta kuptoni që fillovi një luftë mediatike mes politikanëve, pushtetit, italianëve në TikTok kundra emigrantëve. Në përgjithësi mendoj që çdo shtet ka persona që janë racist, patjetër që çdo shtet ka, edhe Greqia ka, edhe Italia ka, edhe ne në Shqipëri kemi persona racist. Racizmi është diçka që mund të zhduket vetëm po neve njerëzit arritëm një ditë të kuptojmë që bota është shumë e madhe, këndvështrimi jon nuk është këndvështrimi i vetëm në këtë botë, logjika jon nuk është e vetmja në këtë botë, edhe të fillojmë të hapëm horizonte, të respektojmë në përgjithësi botën, kulturat e njerëzve të tjerë, traditat e tyre. Përgjithësisht akoma nuk kemi arritur në këtë pikë, racizmi ekziston në shifort. Ajo që më jep bezdin nga shteti italian është bëri fokusin më të madh që ky është maroken. Por doli po në të njëjtën kohë informacioni që ky njeri ka probleme psikoze, ka probleme psikologjike, kishte hyrë edhe në një ambient ku ka folur me psikolog, me psikiatër, janë munduar ta kurojnë. Nuk jam 100% e sigurt se nuk kemi akoma informacionet e plota, por nuk u bë fokus kaq shumë te kjo pjesa, sepse shtetit italian nuk i voli të bëhet fokus te kjo pjesa. Shtetit italian i volit më shumë të thotë, ai ishte maroken, ka ngjyrën e lëkurës të vet më çokoladë, kështu që problemi, armiku janë ata që kanë një fe ndryshe nga ne, musliman, edhe kanë edhe ngjyrën e lëkurës të tyre ndryshe nga ne. Ai është armiku, sepse po të bëj fokus shteti italian që ai njeri kishte probleme psikologjike, fillon edhe bie pak më shumë faj edhe te shteti. Ore, nuk po them unë që shteti ka faj, patjetër që personi ka faj. Po pse ky person që ka probleme psikologjike i lejohet të ketë patent, i lejohet të ketë makinë, i lejohet të jetë në rrugë? Por ky njeri ka vajtur te ajo struktura me psikologët me njërin me tjetrin. I kanë dhënë një kurë mjekësore, mbase ilaçe që ky pastaj nuk pivi më. Por e ka kontrolluar këta psikologët këtë njeriu që të shohin situatën e tij, nga java në javë, nga muaj në muaj, nga viti në vit, me shumë mundësi jo. Edhe dini pse? Sepse çdo shtet ka detyrim që 5% të lekëve shtetërore ta jap si buxhet për psikologjinë e njerëzve që jetojnë në këtë shtet. Italia përdor vetëm 3% nga 5% që do duhet të ishte baza. Nga 400.000 njerëz që bëjnë kërkesë për ndihmë, ndihmon 116.000 njerëz Italia nga ana mentale dhe psikologjike. Nga shumë mijë psikologë që ka Italia, vetëm 10% të tyre punojnë në struktura shtetërore. Të tjerët janë privat. Edhe po ti nuk ke lek, si do shkosh të kurohesh? Nuk do shkosh të kurohesh. Edhe mbase do arrim në këto pika që arritëm tani. E patjetër po them përsëri fajin e ka personi. Po shteti nuk ka asnjë lloj faj këtu në mes. Apo shtetin italian nuk e voli të pranojë që ka faj. Okej, po ky që bëri tragjedin ishte i huaj, por edhe ata që ndaluan ishin të huaj. Gjithsesi shteti italian zgjedhi të bëj fokus, po ju them përsëri, që ky që bëri tragjedin ishte i huaj, jo që ishte një njeri me probleme mentale. Sa i nat më vjen ndonjëherë që jam pjesë e këtij komuniteti që mund të arrit të bëhet kaq i qelbur, kaq i poshtër, kaq i ulët, kaq jo human. Soi si u tha kjo maska, kaq orë sa po flas, diet, llafazan i madh vëlla, nuk e çfarë i bën. I mora gruas edhe Milo pizza. Se jam burri mirë, edhe babi mirë, edhe diku marron kjo video se do hajmë pizza. Shifemi te videoradhës.